Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish edhe ditën e sotme, dhe pse jemi ditë e diel, por në fakt është një ditë shumë e ngjeshur me lajme, me surpriza, me momente shumë të bukura. Tani do të ndaloj pak te Chiara Tito dhe rrugtimi i saj i ri. Klabi i fansave pati startin ditën e sotme në orën 12:45, u hapën dyert e një studioje gjigande dhe shumë të bukur. Do me thënë, këtë vit kemi të bëjmë me një Big Brother tepër glamuros. E mbushur me shumë emocione, e veshur në ngjyrën e bardhë si një ëngjëll, Chiara u ngjit në skenë. Por në fakt, ngjitja e Chiarës në skenë ishte një ngjitje shumë interesante, ishte një ngjitje glamuroze, ishte një ngjitje e veçantë. Chiara Tito nuk është se doli vetëm, atë e ftuan, por kush e ftoi? E ftoi bashkëudhëtari i jetës së saj, e ftoi Luiz Eli, ai i cili në fakt duket që ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në rrugtimin e karrierës dhe në ngritjen artistike, por njëkohësisht edhe shpirtërore të Chiarës. Me fjalë të bukura, në fakt një mungesë në skenën shqiptare, publiku u rikthye në atë bumerangun e 2 vite më herët kur Luizi dhe Chiara na fasionuan me dashurinë, me qëndrimin e tyre në Big Brother, me emocionet që dhanë dhe që përjetuam. Të njëjtat emocione u transmetuan edhe ditën e sotme. Chiara Tito tepër e lumtur dhe shumë falenderuese në fakt fillimisht njëherë ndaj Zotit, por edhe ndaj autorëve të këtij programi që kishin bërë këtë përzgjedhje, u kënaq në buzëqeshjen dhe në emocionet që të falë skena, do me thënë janë emocione që ti përjeton vetëm në momentin kur gjitesh në skenë. Unë në fakt shkputa një monolog që Luizi pati para se të ftonte Chiarën në skenë, fjalë që në fakt ne nuk jemi mësuar t'i dëgjojmë dhe për këtë arsye Luizi është i veçantë për natyrën e tij, fjalë të ndjera, fjalë të thëna me shumë dashuri. Luiz Eli me shumë dashuri hap edicionin e parë të klabit të fansave. E nisi me zonja dhe zotërin, edhe me çapaçula, nga që është identiteti i Luiz Elit. Ai tha që me dashuri ka marrë vetëm për një qëllim. Nuk do të rigjat, se me nej të gjatë ka njerëz që më kanë përballë dhe u shkon tensioni shumë lart. Prandaj dhe nuk po ri. Ju mendoni dhe mund të thoni se qa don ky këtu, se nuk është në ato emra në fakt që u përfolën që do t'jetë moderator i klabit fansave. Por jo, thot, unë kam ardhur, thot, prezantoj atë që do të moderoj klabin e fansave. Ajo është një vajzë, thot, një grua tashmë, që nuk është dhe s'ka me kenë kur vetëm, derisa mua më ka në krah. Janë mundu me me elan atë në hije, por hija nuk e mbulon dritën. Ajo është drita e diellit, bashkëshortja jeme, nana e lunës, Chiara Tito Eli. Dhe me ngjitjen e Chiarës në skenë, unë e pash që Chiara mori një dorë të rëndësishme në jetën e saj, sepse Luizi në fakt edhe kur udhtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë kur kishte koncerte, me njëherë pas daljes së tij nga Big Brotheri, Chiara mori në moderim klabin e fansave në Dancing with the Stars, dhe Luiz Eli që nga atje jep të suportin dhe mbështetjen. Çfarë kanë të veçantë ky çift? Ky çift ka të veçantë vërtetësinë, ka të veçantë dashurinë e sinqertë, atë dritën e bukur që në fakt hyn në zemrat e njerëzit. Unë i uroj Chiarës shumë suksese, edhe pse është duke shëndritur aktualisht, nga që po transmetohet klabi fansave, një model në fakt për të ndjekur, e ka menaxhuar shumë mirë, edhe pse edicioni i parë le të themi me zero informacione për banorët, duhet analizuar dhe studiuar vetëm loja brenda këtij kastit me aq sa kanë mundur të shohin, por domethënë ishte një nismë e bukur dhe e mbar, por më të veçantën atë surprizën e madhe në këtë mes e dha Luiz Eli. Si e vlerësoni ju këtë çift?